Kurani përmban lajme për të kaluarën, parashikime për të ardhmen dhe urdhra për të tashmen. Për të kuptuar më tej rëndësinë e kësaj thënie, le të zhytemi në kontacionin e saj në dritën e Kuranit. Allahu në surën Enbiya, ajeti 105, thot: "Dhe me të vërtetë, ne kemi shkruar pas përkujtimit në Zebur se robërit e mi të virtytshëm do ta trashëgojnë tokën." Ky ajet nxjerr në pa aftësinë e Kuranit për të na informuar për të kaluarën, veçanërisht përmendjen e shkrimeve të mëparshme dhe përmbajtjen e tyre. Për më tepër, në surën Bekare, ajeti 113, Allahu thot: "Dhe Allahu do të gjykojë mes tyre në ditën e gjykimit për atë për të cilën ata kundërshtonin." Ky ajet thekson rolin e Kuranit si një burim parathënjesh për të ardhmen, veçanërisht për ditën e ringjalljes, kur Allahu do të gjykojë mes njerëzve bazuar në veprimet e tyre. Për sa i përket urdhrave për të tashmen, Kurani është i mbushur me ajete që ofrojnë udhëzime në aspekte të ndryshme të jetës. Për shembull, në surën Bekare, ajeti 83, thot: "Dhe kur nga bijtë e Israelit morën premtimin se vetëm Perëndis do t'i luten dhe se do t'u bëjnë mirë prindërve, të afërmve, bonjakëve dhe të varfërve, e do t'u flasin fjalë të mira njerëzve, dhe do të falin namazin e do të japin zekatin. Mirë po, pastaj, ata përpos një pakicë të vogël, këto detyra i lanë pas dore, duke ju shmangur obligimin." Ky ajet ilustron urdhrat e Kuranit për momentin pasi ju udhëzon bijtë e Izraelit që të adhurojnë vetëm Allahun, të jenë të mirë me prindrit dhe të afërmit e tyre, të mbështesin nevojtarët, të flasin fjalë të mira, të falin namazin dhe të japin zekatin. Këto urdhërime janë të zbatueshme për myslimanët e të gjitha kohrave dhe shërbejnë si udhërrofyes për veprimet tona në të tashmen. Në dritën e ajeteve të lartë përmendura kuranore, ne mund të kuptojmë thelbin e thënies së Imam Aliut. Kurani jo vetëm që na ofron rrëfime historike dhe parashikime për të ardhmen, por gjithashtu ofron urdhërime të përjetshme që janë të rëndësishme për jetën tonë të tanishme. Ai shërben si një udhëzues gjithë përfshirës, duke i përfshirë të gjitha aspektet e ekzistencës njerëzore. Imam Aliu, i njohur për diturinë dhe urtësinë e tij të pashembull, na kujton natyrën e shumashme të Kuranit. Ai nuk është thjesht një libër me tregime apo parashikime, por një zbulesë hyjnore që përfshin të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen. Duke thelluar mbi Kuranin dhe duke i zbatuar mësimet e tij në jetën tonë, ne mund të arrijmë sukses dhe përmbushje në të gjitha aspektet e ekzistencës sonë. Si përfundim, thënia e Imam Aliut thekson natyrën gjithëpërfshirëse të Kuranit. Ai përmban lajme për të kaluarën, parashikime për të ardhmen dhe udhëzime për të tashmen. Si musliman, na takon ne të studiojmë Kuranin, t'i kuptojmë mësimet e tij dhe t'i zbatojmë ato në jetën tonë. Duke vepruar kështu, ne mund të arrijmë ndriçimin shpirtëror, udhëzimin dhe suksesin në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu na bekoft me aftësinë për të kuptuar urtësinë e thellë të Kuranit dhe për të ndjekur udhëzimet e tij.